Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të ndaj me ju një recetë që kam shumë për zemër dhe jam e sigur që shumë nga ju e pëlqen. Është revania e gjyshes me miell misri, përgatitet shumë lehtë dhe shpejt, të gjitha masat do të jenë me gota, kështu që nuk keni nevojë të masni e të peshoni. Do të fillojmë shpejt nga puna. Përpara se të fillojmë, dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës dhe nëse ndiqni këtë video deri në fund fare do ju shfaqen të gjitha recetat e mia më virale, ato që ju pëlqeni e gatuani më shpesh. Si fillim do na duhen 4 vezë, bashkojmë vezët me një gotë, jo plot me sheqer. Dhe tani me rasin elektrik do rrahim vezët me sheqerin për rreth 10 minuta derisa krijohet një shkum e zbet dhe e qëndrueshme. Tani që kemi formuar këtë shkumën e zbet dhe të qëndrueshme, do të shtojmë një gjysmë gote me vaj. Vajin e shtojmë ngadalë, ndërkohë që rrahim me rasin elektrik. Dhe tani do të shtojmë një gotë kos, shtojmë kosin nga pak, ndërkohë që rrahim me rasin elektrik. Do të shtojmë 2 gota me miell mistri, shtojmë miellin e mistrit ngadalë, ndërkohë që rrahim me rasin elektrik. Do të shtojmë 1 gotë me miell gruri. Bërsi i fundit do të shtojmë 1 paketim pluhur për pjekje dhe do fillojmë të rrahim me rasin elektrik. Ndërkohë duhet jeni kujtuar që 10 minuta para të keni ndezur furrën të ngrohet në 200 gradë Celsius. Kjo duhet të jetë konsistenca e brumit, pra duhet të vi si brumi i kekut. Dhe tani do e pikim në 200 gradë, pra furra e ngrohur më parë, për rreth 30 minuta, por gjithsesi pa kaluar 30 minuta furrën nuk do e hapim pasi na ulet keku apo revania jon. Tani shpejt përgatisim shërbetin, do na duhen 2 gota me sheqer. Do të shtojmë 2 gota plot dhe gjysmë gote me ujë. Kam vendosur shërbetin në zjarr dhe kam shtuar karafila, kanë edhe një fet limon, por karafila dhe kanela janë me dëshirë. Nëse pëlqeni pak aromë, mund t'ja shtoni, nëse nuk i keni nuk prish punë. Ja edhe revania jon është gati, sapo e kam nxjerr nga furra. E provojmë me thik dhe nëse thika del e lartë, do me thënë që është pikur si duhet. Do e lëmë të ftohet dhe do të shtojmë shërbetin e vakët tek revania e vakët. Dhe tani le ta presim, ta presim në formën që dëshironi dhe mos harroni opsionin e parë. Ta konsumoni edhe kështu siç është, pa hedhur shërbet fare, sepse edhe kështu është vërtet shumë e shijshme dhe mirë.
Dhe tani le të shtojmë shërbetin e vakët tek revania e vakët. Do të presim 20 deri 30 minuta derisa të marrë të gjithë shërbetin. Dhe shikoni pak si ka dalë në brendësi, është e ëmbël sa duhet, shumë e shishme dhe shumë e mirë. Ju sugjeroj shumë ta provoni dhe si gjithmonë nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Shihemi dhe dëgjohemi në recetën e radhës.